Pas shumë vitesh emërimesh politike dhe me porosi, qeveria Rama në mandatin e saj të tretë vendosi që drejtorin e policisë ta emërojë me konkurs. Edhe pse dijej që konkursi do të ishte thjesht sa për syefaqe, ai u zhvillua dhe në krye të rendit u emërua Ilir Proda. Ai erdhi nga policia e Elbasanit, vetë të gjithë kishin pritshmëri prej tij. Por nëse shohim ngjarjet e një viti në detyrë dhe ato të ditëve të fundit, duket sikur Proda është rehak në karriken kurri, pa u përzier shumë me punë dhe sigurisë, edhe pse është përgjegjësi e tij. Gjatë këtij viti ka pasur atentate, vrasje, krime nga më banalet. Dy ngjarjet më të forta janë padyshim atentati në Lundër, ku u qellua ndaj një G-klasi dhe fatmirësisht pa viktima, pasi dy fëmijë që ndodheshin në të u plagosën rëm. Atentati tjetër ndodhi në Shkodër, ku u vran 2 persona dhe u plagosën 2 të tjerë. Shënjestër ishte Erogen Brajovic alias Vaso, i cili mbijetoi. Një javë para tij u vra pono mes të Shkodrës Kristian Kola. Ai u qellua teksa po dilte nga lokali dhe policia nuk i gjeti kurrë autorët. Po ashtu në Sarand pati përplasje me armë dhe shpërthirë me tritol. Një 58 vjeçar u hodh në erë në makinë dhe akoma nuk dihet asgjë mbi autorët. Kemi më pas vrasjen e gjyqtarit Kalaja. Autori udhëtonte me pistolet në brez kudo dhe policia nuk e vinte ujë në zjarr. Po ashtu një shqetësim i madh është siguria në shkolla. Ka pasur shumë plagosje mes adoleshentëve. Për të mos folur pastaj për vrasjet ordinere, pse më sheh. Një ngjarje e tillë ndodhi në Durrës sot pak pas mesnate. U përpasoi 2 të rinj humbën jetën. Pas një debati mbi ekspresin e kafes, nisën të shtënat dhe 2 të rinj nuk jetojnë më. Por kjo ngjarje mund të ndodhte në mes të ditës dhe pasojat pastaj do të ishin të pallogaritshme. Padyshim policia nuk mund të jetë kudo, por duket se siguria publike ka rëndësishëm. Sot ka pafund të rinj që janë të armatosur. Te rasti i Durrësit, të 2 të rinjtë e përfshirë në konflikt rinin me armë në brez. Gjithashtu po futen shumë armë të reja. Dhe fakti më shqetësues është se po ndodhin vrasje në ambiente publike ku rrezikohen të pafajshëm. Por nga të gjithë, ai që nuk e vën ujë në zjarr është kryepolici. Ai dele flet vetëm kur i japin ndonjë dekorat apo takon të huajt, pasi kur ka ngjarje, nuk dihet ku ndodhet. Deri më sot nuk ka bërë asnjë reformë në polici përveç shkarkimit të disa emrave që kanë goditur miqtë e tij. Tani që Rama bëri ministër të brendshme Albana Koçiun, sinjalet janë se krimi do të dalë nga duart fare. Albana nuk ja fot kësaj pune, por duke qenë që edhe Iliri nuk shqetësohet shumë, sinjalet janë se vrasjet do i kemi për ditë.